Përshëndetje të dashur miq. Sot do të bëj një ëmbëlsirë me petë dhe me mbushje molle. Atëherë, për këtë ëmbëlsirë kam 12 petë, kam 1 kg e gjysmë të mollë, kam 100 g sheqer kaf dhe kam 2 vanilje të vogla, por mund të përdorni çdo lloj vanilje që ju keni në shtëpinë tuaj. Kam 120 g ara, i kam të thermuara, 1 lugë gjelle e kam me sheqer dhe 1 lugë kafe e kam me kanellë. Atëherë 1 lugë gjelle sheqer dhe 1 lugë kafe kanellë do ta përzijmë me arat dhe do t'ja shtojmë brenda petëve. Këto janë për pjesën e ëmbëlsirës, po themi. Kemi 220 g gjalp që do luajmë petët dhe tavën, dhe për sherbetin kam 300 ml ujë, 280 i kam sheqer, 1 shkop kanelle dhe gjysmë limon. Këto janë përbërësit. Si fillim, për të hequr më tepër në tavolina, do filloj me sherbetin. Do shtoj në tenxhere ujin, kanellën, sheqerin, sheqerin e bardhë për sherbetin, kafin e kemi për tek mollët, dhe do shtrydhim limonin. Këto janë për pjesën e sherbetit. Do ta vendosim sherbetin në zjarr, përzijmë pak në fillim, sa të shkresh sheqeri, do ta zijmë për 5 minuta dhe e kemi gati. Kjo është për sherbetin, e vendosim në zjarr. Dhe do fillojmë e njëherë me mollët. Atëherë, shtim pak qira tutje, do marrim mollët një nga një, do t'i qërojmë. Si fillim, normalisht i kemi larë, njëherë, dhe do t'i qërojmë. Do t'i heqim lëkurën, nuk do t'i përdorim. Nëse keni dëshirë, mund t'i përdorni edhe me lëkurë, por ja qëroj lëkurën. Atëherë, në këtë mënyrë, do ta qëroj mollën dhe do ta ngrim në rende. Mollën do ta ngrim në rende nga ana e trashë e rendes, jo nga ana e hollë, ka kjo anë, ka pjesa me trashë. Do ta ngrim mollën. Kështu do veprojmë me të gjitha mollët, gjithsa të ngrim të gjitha. Molla e parë është ngrirë dhe do vazhdojmë me radhë derisa të përfundoj mollët. Mollët i kam ngrirë të gjitha. Do t'i shtojmë në tigan. Atëherë kam shtuar mollët, do shtoj dhe sheqerin. Për sherbetin përdora sheqer të bardhë dhe për mollët do përdor sheqer kaf. Vendosim në zjarr. Kam vendosur mollët në zjarr me sheqerin. Do t'i përzijmë dhe do t'i trazojmë dhe do ta lëmë gjersa molla të karamelizohet mirë dhe të gatuhet. Molla bëhet shumë shpejt, nuk ka nevojë për shumë, por sa të filloj të marrë atë shijen e sheqerit dhe të rregjet molla pak. Sa kemi ngrirë mollët, sherbeti ka përfunduar, është gati, do ta lëmë një që të ftohet. Molla është gati duke përfunduar, do dhe pak fare, do shtojmë vaniljen. Atëherë kemi shtuar vaniljen, do t'i bëjmë edhe një përzierje dhe do ta lëmë që të përfundojë. Nuk do dhe shumë pak do dhe përfundon. Molla është gati, ka përfunduar, nuk ka nevojë më, nuk ka më lëng, e ka pirë gjithë lëngun e vet, është piksur dhe është gati. Edhe molla është gatuar aq sa duhet. Do ta fikim dhe do ta lëmë që molla të ftohet plotësisht, sepse nuk mund ta përdorim të ngrohtë. Atëherë molla është ftohur, do fillojmë dhe do përgatisim petët. Tham tek arat, do shtojmë sheqerin, 1 lugë sheqer dhe kanellën.
Do t'i përzim pak. Ta vendosim aty me gjalpin, petët i kam mbuluar që mos të sahen. T'japi me kujdes mos të prishen. Normalisht është ëmbëlsirë, si çdo ëmbëlsirë tjetër me petë, nuk ka rëndësi çdo gjë që bëjmë me petë, mund t'i hapim edhe vetë. Mund ta bëjmë me petë që t'i hapim vetë. Atëherë marr petën e parë, do ta lyej me gjalp, do ta pikoj pak me gjalp, në këtë mënyrë. Do t'i shtoj pak mbushje. Do shtrojmë petën e dytë. Ta marrim me kujdes. Do marrim dhe petën e dytë. Do veprojmë po njësoj. Do shtojmë gjalp. Atëherë kemi shtuar gjalp. Do shtojmë pak mbushje. Dhe do shtrojmë dhe petën e tretë. Do shtrojmë 3 peta. Atëherë kam shtruar dhe petën e tretë. Do hedh përsëri gjalp. Në këtë mënyrë. Pikojmë petët mirë. Atëherë kemi shtuar edhe gjalpin dhe do shtoj mbushjen. Atëherë mbushjen do ta shtoj në fillim të petës. Do marr lugën. Do vendosim nga mbushja që kemi përgatitur me mollë. Në këtë mënyrë do ta hapim mbushjen. Sipër te mbushja do vendos pak fare ara. Në këtë mënyrë, megjithatë është preferenciale se sa ara doni të shtoni apo sasinë e mbushjes, po themi, nëse doni dhe mund ta shtoni, po them se kaq mbushje mjafton është më se e mjaftueshme. Atëherë do fillojmë dhe do ta mbledhim në këtë mënyrë, e kalojmë një herë petën sipër tek mbushja, do ta kalojmë në anësore, ta mbledhim të saktë në këtë mënyrë, dhe anën tjetër, dhe do fillojmë dhe do ta mbledhim. Dhe e kemi mbledhur. Kjo është roleja e parë që kemi bën, duke qenë që do përdorim 12 pet, dalin 4 role të tilla. Do ta vendosim tek tava. Dhe kështu do veprojmë me të gjitha petët tona, tam kemi 12 pet. Në çdo role që do bëjmë do vendosim nga 3 pet. Është roleja e fundit. Kemi përfunduar edhe ara. Do mbledhim rolen, ashtu siç bërëm me të tjera. Në
këtë mënyrë. Tavën e kam lyer me gjallë, e vendos dhe rolën e fundit. Tava është e lyer me gjallë, dhe pastaj vendosim sipër rolet. Do t'i presim të gjitha. Do t'i presim pak me kujdes që mos të na prishen. Me një thik marr një thik që ne e dim që kemi të mpret, ndërsa mallësinë që ju doni të prisni, po themi pjesën e roles, mund ta prisni si të doni juve. Rashësinë që dëshironi, pa problem. Në këtë mënyrë. Rolet i kemi prerë të gjitha. I presim pak avash edhe nuk ka problem, priten për bukurin. Atëherë do t'i spërkasim nga sipër me gjallë. Do t'i kalojmë të gjitha. Furrën e kemi ndezur. Dhe do t'i pikim 180 gradë për 45 minuta. Ose shikoni vetë nëse ka nevojë edhe pak më shumë, sepse gjithmonë varet nga fura që kemi gjithkush në ne. Po them se te 45 minuta duhet jenë bërë. E shikoni vetë, gjithkush në shtëpinë e vet. Atëherë i lyejmë të gjitha me gjallë. Dhe i kemi gati t'i fusim në furrë. Tham 180 gradë për 45 minuta. Ëmbëlsira është pjekur, e kam nxjerrë nga furra. Ëmbëlsirën e kemi të ngrohtë dhe sherbetin e kemi të ftohtë. Sherbetosim, hedhim të gjithë sherbetin. Normalisht do ta lëmë që të pi sherbetin, të rrit disa orë në sherbet dhe pastaj e kemi gati për ta ngrënë. Ëmbëlsira me moll është gati, është e sherbetosur, është ftohur, ka marrë sherbetin si duhet dhe del vërtet shumë speciale. Provojeni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëftë mirë miq të dashur.